Dhe tani po shohim pra se gjithçka është gati për një bisedë të cilën do ta realizojmë bashkë me kolegën tona Afërdita Duraku. Fillime të shëndetshme të ardhme shpresdhënëse. Kjo është moto e aksionit për nëna dhe fëmijë në ditën botërore të shëndetit, siç jeni duke parë pra. Kështu që linjën po e kalojmë tek Afërdita dhe bashkëbiseduesja e saj. Afërdita? Përshëndetje shikuesve tanë, përshëndetje edhe juve Merita, jo rastësisht e filluam këtë bashkëbisedim me këtë poster, pra ku po shënohet edhe dita ndërkombëtare e shëndetit. Dhe sigurisht që kur flasim për shëndetin, gjithmonë na shkon mendja tek shëndeti fizik apo te organet e ndryshme apo sëmundjet kronike, por në këtë rast për flasim për rëndësinë e shëndetit në përgjithësi, duke përfshirë edhe shëndetin mendor, shëndetin fizik dhe sigurisht që flasim në përgjithësi për mirëqenjen. Dhe AMC është një ndër organizatat që ka organizuar aktivitete mbi shëndetin publik, pra respektivisht për sensibilizimin e rëndësisë së shëndetit, respektivisht për gratë shtatzëna. Kështu që unë jam me Hana Kurtin, zyrtare në PR-it në AMC dhe do të flasim për këtë aktivitet dhe pse kanë vendosur që të organizojnë një aktivitet të kësaj natyre ku është përfshirë edhe sesionet të jogës, por edhe të këshilla për ushqyeshmërinë e mirë, pra për gratë shtatzëna, mbase aty është edhe filli i asaj se si duhet të ushqehet një nën mirë, pra një nën shtatzën, e më pas të ketë edhe një disiplinë ushqimore edhe për fëmijën e saj. Përshëndetje Hana dhe sot pra po shënojmë ditën ndërkombëtare të shëndetit. Po pra, faleminderit për ftesën, është kënaqësi që jeni këtu me ne për të parë për së afërmi aktivitetin që po shënohet me rastin e ditës botërore të shëndetit. Pse kemi zgjedhur këtë aktivitet duke pasur parasysh që aksioni për nënat dhe fëmijë, por edhe koalicioni K10 janë dy organizatat të cilat kanë për qëllim shëndetin e gruas, por edhe të foshnjës. Koalicioni K10 është një koalicion i organizatave, 10 organizatave të cilat miren me shëndetin reproduktiv të gruas. Pra, shëndeti fillon së pari me shëndetin dhe mirëqenjen e gruas, të organeve të saj reproduktive, por edhe me një fillim të mbarë të shtatzanisë, pra planifikimi familjar. Të lutem, po, dua të theksoj që po tani në ekran e kemi edhe instruktorin e jogës Melita Kabashi, e cila pra po realizon një seancë apo një orë të jogës me disa gra shtatzëna. Sigurisht jo të gjitha kanë pasur dëshirë të shfaqen në ekran, ne ruajmë privatësinë e tyre, apo respektojmë dëshirën e tyre për të mos shfaqur në ekran, por megjithatë Melita po realizon një orë të jogas që vërtet ne po e shijojmë shumë. Për ndryshe po sesion pikërisht për gratë shtatzëna, sepse edhe yoga i ka ato ushtrimet e veta, frymarrjet, teknikat e frymarrjes, teknikat e ushtrimeve që janë më të ndryshme ndoshta për gratë shtatzëna, për arsye se dihet që janë duke mbartë me vete një fryt të cilin dëshirojnë që të kemi më shumë kujdes dhe të jemi më të përgjithshme gjatë realizimit të ushtrimeve. Pse kemi zgjedhur këtë aktivitet? Pasi që edhe tema e ditës botërore për shëndetin dita e botërore e shëndetit është shënohet me temën Healthy Beginnings, Hopeful Futures, që të shqip do me thonë fillime të shëndetshme për të ardhmet shpresdhënëse. Kjo është tema botërore që po ashtu gjatë tërë vitit do të shënoj kampanja avokuse, fushatave disuese dhe avokuse për shëndetin maternal, shëndetin e grave shtatzëna, pra dhe të foshnjeve. Globalisht, sipas statistikave, thuhet rreth 300.000 gra vdesin gjatë komplikimeve të shtatzanisë apo dhe lindjeve për shkak të kujdesit jo shumë adekuat në sistemin shëndetësor. Sistemi shëndetësor gjithmonë ka nevojë dhe ka hapësirë për përmirësim, qoftë para, gjatë apo edhe pas lindjes. Duhet të kemi kujdes, e për këtë arsye edhe ne si organizat jemi të fokusuar në shëndetin e gruas, mirëqenjen e gruas dhe të foshnjës, si në përmirësimin e shëndetit, ashtu edhe në shpëtimin e jetëve përmes programeve shëndetësore që implementojmë në institucione të ndryshme shëndetësore, siç janë qendrat e mjekësisë familjare, klinikat e neonatologjisë dhe ginekologjisë. Kjo aktivitet shënohet
në bashkëpunim, pra koalicioni këtë që përmenda që është një koalicion i 10 ose më shumë organizatave të cilat kam për fokus shëndetin reproduktiv të gruas dhe mirëqenjen e tyre. Në fakt, ne jemi si implementues të këtij programi, i cili mbështetet nga UNFPA, donatori, i cili është në Kosovë, pra ky donator e mbështet tërë këtë aktivitet me programet, si me aktivitetet që i implementojmë në Kosovë. Pra ju jeni implementuesit, por gjithsesi që keni gjetur edhe bashkëpunëtor të tjerë siç është Melita, apo siç keni edhe nutricionistë të cilët do të mësojnë, apo gratë shtatzëna të cilat sot ishte një aktivitet për të gjitha i lirë, pa pagesë, kush ka dashur të vije, apo dhe mund vije ndërkohë, apo në këto orë vetëm se përfundon. Ky sesion në fakt realizohet vetëm sot, po ky nuk është vetëm një herë që po ndodh, sepse ne vazhdimisht kujdesemi që në institucionet shëndetësore, në qendrat e mjekësisë familjare, ku janë të vendosura dhomat për edukim dhe promovim shëndetësor, siç është në Prishtinë qendra e mirëqenies së gruas, në katin e tretë këtu në qendrën kryesore, aty gratë mund të marrin falas shërbime shëndetësore, këshilla, edukim dhe mbështetje emocionale dhe mbështetje të nevojshme për mirëqenjen e tyre, siç është ajo fizike dhe emocionale dhe mendore. Duke pasur parasysh sepse ne i trajnojmë stafin shëndetësor në vazhdimsi për të pasur shërbime sa më cilësore për pacientët, në këtë rast në qendër siç janë gratë shtatzëna. Dhe sigurisht është shumë e nevojshme që të sensibilizohet opinioni i gjerë mbi rëndësinë e mirëqenies së tyre shëndetësore, por edhe të ushqyeshmërisë dhe të aktivitetit fizik, mbase dy nga faktorët kryesor që na mundsojnë një shëndet të plot, jo vetëm në atë fazë apo në atë kohë kur një grua mund të jetë shtatzën, por për të gjithë qytetarët, duke përfshirë nga fëmijët deri tek personat që mund të kenë në moshë të shtyrë, dhe një kujdes i mbi shëndetin pra në mënyrë sistematike mund të na ndihmojë të kemi edhe kur jemi në moshë të shtyrë një shëndet mbase më të mirë. Dhe kjo është mbase edhe arsyeja që keni realizuar këtë aktivitet sot dhe thoni që do të ketë edhe gjatë gjithë vitit. Shumë e vërtet, në fakt ne gjithnjë kemi për fokus shëndetin e nënës, duke i ndihmuar me këshilla edukim të vazhdueshëm rreth mirëqenies, depresionit, temave të ndryshme të lindjes, zhvillimit të foshnjës. Mirë, po më pak e prekim këtë temën e jogës, për atë arsye edhe vitin e që lan pas, kemi filluar me disa sesione të jogës tek fëmijët, tek shëndeti i tyre, e pastaj edhe na lind ideja që të zhvillojmë edhe sesion me gratë shtatzëna. Dhe pse jo në vazhdimsi të mundemi të vazhdojmë dhe të i praktikojmë edhe më tepër, mirë po ky program që këto këshilla shëndetësore që jipen në qendrat e mjekësisë familjare nuk mungon edhe tema e ushqyeshmërisë së shëndetshme. Mirë po, ajo që kemi dashur të... Derisa Hana flet, më fal Hana, ne e vëm në fokus një nga... Po, janë disa receta të pijeve të shëndetshme apo smoothieve, siç po i quajmë në anglisht, ku gratë munden sipas edhe dëshirave të tyre që ju pëlqen të konsumojnë, shijes, banane, avokado, ara, lajthi, të gjitha këto të cilat janë fruta të shëndetshme me fibra dhe vlera ushqyese shumë të mëdha, janë të nevojshme për zhvillimin e mirë të foshnjës, por edhe një shtatzani shumë të shëndetshme. Sepse është e rëndësishme që siç ju e cakët që jo vetëm kur je grua shtatzën, por edhe në vazhdimsi të kemi një stil të jetesës më të kujdesshëm, të ushqimit shëndetshëm, duke pas parasysh që jemi duke jetuar në një kohë ku ajri nuk është edhe aq i pastur, perimet dhe pemë nuk janë edhe aq të natyrale siç kanë qenë më parë. Duhet të kemi kujdes sepse po rriten pesticide, po rriten me kemikale të ndryshme dhe me rëndësi është që të dimë çka po konsumojmë. Pastaj i largojmë edhe ushqimeve që janë me yndyrna që janë të yndyrna të këqija dhe nuk janë të shëndetshme, siç janë fast food, nuk janë shumë të preferueshme për askënd, sidomos edhe për gratë shtatzëna. Ndërsa me padurim unë po e pres Melitën të përfundoj
këtë seancë është mbase në përfundim e sipër, sepse dua të di edhe nga Milita se sa është rëndësishme që gratë shtatzëna pra gjatë periudhës së shtatzanisë të marrin apo të aplikojnë yoga, sa është rëndësishme për shëndetin e tyre fizik dhe mendor, e sigurisht në mënyrë më profesionale do të na thot vetë ajo, për ndryshe gjatë gjithë kohës na ka shoqëruar një muzikë e lehtë që mund të ndikojë edhe në relaksimin e grave që janë duke ndjekur pra këtë sesion joge dhe këshillat e Melita Kabashit, por edhe ati fizik. Për ndryshe ne tash po e kalojmë vëmendjen tek Melita duke falenderuar Hanën shumë, e cila na dha informacione e që na shpjegoi se kanë organizuar pra e do të organizojnë aktivitete të ndryshme të shumta në kuadër të mirëqenies, veçanërisht të shëndetit të përgjithshëm atij mendor dhe fizik. Melita, unë nuk naqa duke ju shikuar me bish të syrit, sepse nuk isha mundësi t'ju ndjek vazhdimisht, por megjithatë e ndjeja energjinë dhe atë që ju e thonit dhe gra që i kemi këtu e aplikonin sipas udhëzimeve të tua, dhe sa është rëndësishme ajo që dua të di që ne të kemi mundësi të vim një orë tek ti dhe të marrim ato mësimet e tua dhe të aplikojmë jogën. Pikrisht, unë edhe yoga është e rëndësishme në çdo fazë, jo vetëm në fazën e shtatzanisë, mirë po momentin kur edhe unë kam fillu yogan ka qenë pikrisht momentin kur jam bërë nën. Arsyeja ka qenë sepse prandaj je kaq e lidhur me gratë shtatzëna. është momentin edhe kur bosh nën, domethënë e vren që edhe trupja dhe mendja jote ndryshon, edhe në botë a ka diçka më të fuqishme se sa prurja e një fryti edhe një qenje njerëzore. Dhe yoga sa e lidh mendjen dhe trupin? Qëllimi i jogës kryesore që mund ta lidh njërin me tjetrën. Pikërisht, qëllimi i jogës është që faktikisht me lidh edhe mendjen edhe trupin. Tash derisa ti je të prun botë një qenje tjetër, gjatë, pse thonë fëmiu, do të thonë shtatzania është prej mujit të parë, sepse fryti çdo gjë e ndjen prej momentit që është në barkun tonë. Edhe është shumë e rëndësishme që çdo kohë ti çfarë të lloj frike, traume që e ke apo e ke pas më përpara, si mundesh me e menaxhu ato pak më mirë, që thjesht momentin kur edhe fëmiu të vjen në jetë, çato frika, çato ankthje, çato nervoza, mos m'ia bart fëmijës. Mirë po, me ditë si me i menaxhu ato, sepse me i evitu është e pamundshme, krejt kemi një pas. Po është si me mujt me i ju ballafaqu pak ma lehtë, mënyrë që edhe fëmijës thjesht mos m'ia transmetu çat lloj nervoze. Edhe shpeshherë na si nana, për shkak që fëmiu është i pasher, sidomos në qato vitet e para, që atëherë është ku mas shumë të nevojitët na me qenë, me kuptu edhe vetën tonë, pak ma shumë, po njëtën ko momentin kër e kuptojmë edhe vetën tonë, mandej kemi shumë ma letë me kuptu edhe fëmijën tonë. Po sikur jemi të prirur që të mos i lëmë të eksplorojnë ato vitet e para të jetës, e kur mbasi janë më të rëndësishëm edhe për ndërtimin e personalitetit, karakterit dhe të individit kur të rritet dhe të bëhet një person që do të mund t'i kontriboj vetës dhe shoqërisë, sigurisht. Pikërisht, sepse na gjithë të dim edhe me unë kam punu përpara dhe në Save the Children, kështu që këta kam shumë për zemër, por e di që deri në moshën 3 vjeçare 90% e trunit të djathtë faktikisht formohet. Andaj ajo pjesa është më e rëndësishme. Edhe shpesh herësh në çato vite, për shkak që edhe ndoshta nuk i kemi apo nuk i dim teknikat e ndryshme si ti ballafaqohemi atij ndryshimi të madh që na vjen në jetë, është me rëndësi se si ta kuptojmë vetën tonë pak ma mirë, se si të i qasëm e vetës tonë pak ma mirë që në njëtën mënyrë ta kemi qatë qasje pak ma të butë, pak ma të mirë, edhe me fëmijët tonë që na vinë një jetë. E sidomos që të moshën 0 deri në 3, kur them që është mosha ma kritike e një fëmijët. Duke përfshirë edhe 0 deri tek muaj 9, kur foshtet qëndrojnë në barkun e nënës,
punës, aty ku e kanë basi strejnë më të mirë. Pikresht, po e gjitha fillon pikresht në qatë moment. Është prej momentit kur faktikisht bëhet në gjitja, si që kemi thënë, e deri në momentin kur edhe fushnja del në jetë, një fushnje komplet i ndjen, i bardh. Pse theme që faktikisht me genetik, ato për shamu, ne shpesh bëja gara, ne në këtë aren, këtë zonë, ne jemi pak ma të njak në zetë, sepse është genetika ajo që ka botë të tila dhe ajo genetik është barta, edhe si mund të ndryshojmë, ka pak atë genetikë në mënyrë që... Sillim gjenerata më relaksuse, më të qeta, me durim më shumë dhe të jenë pase më fleksibil ndaj situatave që mund na krijohen të pakëndshme. Qëllimi i jogës edhe çajo është, për çato na çka mësojmë këto që është aspekti i fleksibilitetit, balancës, fokusit. Qëllimi është që ato që ata mëson në brenda shtrojes, faktikisht ta transmeton atë në jetën e përditshme, atë aspektin e fleksibilitetit, balancit, sepse jetojme në një kohë që vërtet është... Ta gjim balanci në këtë dinamik jetë, mbase tek ju ose tek shumë instruktor të tjerë të jogës apo të aktiviteteve fizike, sportive. Pikërisht. E bukur asojna është që vërtet edhe në Prishtinë dhe në Kosovë në përgjithësi, ne ishim në Lipjan në javën e kalume dhe u takova me njërin që kishte fillu mosh pak më madhore, po kishte fillu me bo jogën, e bashkë më pëlqej, sepse shumë ka nevojë persona të tillë, edhe ka nevojë që më shumë të kujdesemi, fillimisht duke filluar për vetës tonë, e pastaj edhe për tjerët. Mbase ky është edhe qëllimi i AMC-s që të sensibilizoj opinionin e gjerë, duke përfshirë gra, fëmijë, burra, të gjithë që të përfshihen në aktivitete fizike, sportive, për të gjetur veten e mbase edhe për të bërë balancin mes trupit dhe mendjes, e për të pasur një rahati apo një harmoni në secilën kohë të ditës, veçanërisht në familje. Ne harrojmë se shpeshherë është e nevojshme në vetëm një orë ose vetëm gjys ore t'ja përkushtos veshtën, është si një lloj reboot, unë them si restartin që ja bën telefonet, për me punu pak ma mirë, ose kompjuterit, është një njëjti sen edhe kjo e trupit tëna. Në herë veç 10 minuta, që nevojitet, thjesht që ti të rifokusosh, ripërqendrosh, edhe të rifitosh atë energjinë për 23 orë të tjera. Jo vetëm gjumi pra na mbush energji, për ndryshe me Melitën dhe me Hanën do të bisedoja jo deri në orën 11, por deri nesër në këtë kohë, sepse kemi shumë gjëra për të thënë, por interesimi medial nuk është i vogël. Janë mediat e tjera që po presin dhe unë ju kërkoj falje që morëm kohën e tyre dhe na dhanë përparësi që të realizojmë këtë lidhje të drejt, për ndryshe është pyetja fundi dhe shkurt kisha dashur përgjigjen. Foshnjët që janë në barkun e nënave që sot pra i kemi këtu pranë, janë edhe ato të relaksuar në këto qaste, janë duke përjetuar këtë moment, apo vetëm ne? Po shpresoj që po. Shpresoj që po. Po shpresoj që po, edhe pse shpeshherë është e vështirë, unë them si të kemi fokusin për brenda vetës, të marr parasysh këtë zhurmat e jashtme që i kemi, edhe në çdo kohë, po shpresoj që sa dhe pak kam pas mundësi që ta kenë fokusin për brenda vetës, pavarësisht zhurmave të jashtme që ne ju kemi bërë këtë moment. Vilita, nuk mundëm pa të bërë edhe këtë pyetje. Po pse burrat nuk i shohim shumë në për studi të jogës? Një, sepse mendojnë që yoga janë shumë krenar dhe nuk është për ta, apo çfarë? Po, disa mendojnë që yoga nuk është shumë e fuqishme. Fuqinë më të madhe unë që e ku marr tham është prej jogës, sepse e ndërton forcën përmes fuqisë së trupit tëna. Edhe nuk e di pse, është diçka pak e re, por mendoj që me kohë edhe ajo do ndryshon. Atëherë, unë e kthej lidhjen tek kolegët e mi në studio, lidhjen përmes telefonit e pas kam të ndërprerë, mbase nuk e kam hetuar. Kështu të shpresoj shumë që shikuesit tanë të jenë kënaqur me këtë bashkëbisedim, e ne të kemi përquar mesazhin e duhur, sepse është e domosdoshme që të përfshihemi në aktivitete sportive, por të kemi edhe një disiplinë të mirë të sa i përket ushqimit, e veçanërisht për jogat, siç e tha Melita Kabashi, që është gjëja kryesore që bën lidhjen mes trupit dhe mendjes. Kështu që një përshëndetje dhe përqafime të forta sjellim sot nga ky aktivitet ku përshënohet dita ndërkombëtare e shëndetit.